janë mas vete. Ti s'ka pas në atë analista që kanë kritiku Kurtin. I ka pas mas vete. Kurti ka armë pushtet me parullën hajna të mborg. E pa kriju narracionin që këtë hajna janë të më thonë edhe bukën të marrin për para. Qashtu e pa kriju narracionin. Tash qa doli? S'doli që shiko hajna heq, se pas të hajna e shikone për borg. Dhe kiko me ba Dubravën 4x4, se bani. Pra, Kurti ka investu neqë te këta njerë që për me nxallë mlethin. Për me nxallë mlethin që këta janë hajna, ta s'po bojnë kur gjo. Erdhi në pushtet me kartën e populizmit dhe më mbështetjen mediale ka orë pushtet. Qa ka do tani mas 4 vjetër, kur mediat e kanë pasi, këta po korruptohen, ta s'po bashkëpunojnë me ndërkombëtarët, atër është normale që mediat kanë raportu, ja kanë bë publike korrupsionin dhe skandalet dhe aferat. Atëherë, mediat dhe analistat tash da donen që nuk janë të mira, mirë janë dhe vëllëzimit. Që është mira, sa që tu e kritikue, e kanë lënë 42%. A e me pakon mediat të manë, që po thumë, këta s'po flasë për mediat, nuk këtë ratë, po flasë, së në fulla vetëm për opinionistat në për studio, nuk fulla për gazetar, për njës që bërë punën, po të fjone vetëm për shumicën, ato jo për gjithë, se dhe më thonë, edhe unë kam dalë në për debate. Por, që tha të folë që ashtu, ata e boni 42%. Qështë mundet me bo 42%, një njeri i cili arsimin e kalon fund pusit, që infrastrukturën fund pusit, që shumë senë tjere i ka... Pse? Sepse njerëzit janë të merruë prej qytyne zorave. Dhe më në kanë po, kanë janë të meru për opinionistave. Ata me full pro kësoj ish rrit Albini dhe ma shumë tani. Una? Ata me full pro ish rrit dhe ma shumë. Sa bërë me full pro fonalesh pak me logiku. Ti po thu pro, kështu po thu. Ti po thu që veç një pyetje po ta shtraj. Qëtash, une qa fola, a ke kritikjo, a ke lavdrop? Jo, ti i kritikuve opinionistat e kanë dikun rritje. Po i kritikuve opinionistat, po i kritikuve dhe qeverin. Nuk është apo thu që s'kan pos drejta? Që më thash që s'kan pos drejt me kritiku, të drejten për me kritiku kanë posë, po për çka kanë kritiku? A kanë kritiku për arsimin? Jo. As të temë së po për arsimin, shumë më vërtet është apo të që kanë kritikuar. Profesori kur së po për arsimin, as për Albini s'kalon i kanë dhënë po era, e ka marrë vëmendjen. Se me pa kritiku që shpe kritikoj unë, a i së kishë morë as 15%. Thu qëtër. Visar po? Po, du më ndërlidh ku tha profa, njerëzit jenë të me rusa për shkak që ka dalë... Njerëzit në diaspor, në diaspor, po. Që shikojnë veç... Po, besoj që kje vlenë për njerëzit këto, du më thonë, nëse është me rua, është me rua dhe këto. Po, tash, na du të me kuptu pse këta njerëz që jenë të me rua atje dhe jenë të me ru këto për shkak të disa deklaratave, nuk jenë të me ru me mos punën. Kur ka narë, për shembull në Kosovë, e kam po që rruga Prishtin po du jep për 4 vjetë, nuk është ndërtu. E kam po rrugën autostradën në Gilani që nuk është ndërtu. Nuk e pas investime kapitale, shkolla qërë dhe nuk i ke pas banesat për qiftet e cilat i ka premtu. Pastaj, du më thonë, na është besoj që është problemi i joni, shumicës neve që jemi në për media, që ndoshta edhe këto gjona nuk dina mi paraqit që shdohet. Edhe mermi me tema, mermi me gjona të cilat janë ma kaluse se sa që na i bojnë.